është e vërtet që sa herë që ka bashkime transversale votash midis PS-s dhe PD-s, më saktë midis Ramës dhe Berishës, gjithmonë ka diçka për të bërë merak. Historia ka treguar, të paktën nga 2008 e këndej, çdo lloj bashkimi votash mes tyre nuk ka sjellë gjëra të mira për shqiptarët. Kjo është pak, por e sigurt. Dhe pa në këtë dritë, me shumë gjas edhe i bashkimi i votave i djeshëm i ardhur në mënyrë të beftë, sigurisht ngre shumë pikë pyetje. Ngre pikë pyetje për faktin që akoma nuk janë përzitur flakët e molotovëve, nuk është tharë ende uji në kurrizin e Berishës dhe të vetë uji hedhur me autobot apo të gazi lot sjellës, nuk është tharë loti ende. Dhe është e çuditshme se si në një moment të beft, pas një njoftim, bien dakord për një lloj marrëveshje, po e quaja, për një lloj rezolute. Të saktësojmë diçka, Luli. Çështjet e Europës, çështjet e integrimit europian, në fakt janë nga ato çështje të cilët asnjë palë politike nuk mund të thotë jo. Dhe ky është një normalitet. Nuk mund të shitet sikur ka rritur një nivel të lartë pjekurie apo një moment historik politika. Shqiptarët në thellë brenda vetes janë të orientuar nga Europa. E politika nuk mund se mund të bëjnë ndryshe. Po, është e drejtë ajo që konstatoni ju që edhe këta të opozitës e konsiderojnë si një fitore. Po ashtu dhe këta të maggjorancës e konsiderojnë si një fitore. Tek e fundit është thjesht dhe vetëm një rezolut. Nuk është thjesht fakti i një rezolute për të shprehur një vullnet politik që do shkojmë në Europë. Nuk është ky në vetvete risia. Risia është bashkimi i votave. Sepse çështja e integrimit, e këtë e njoh mirë, është një detyrim kryesisht i qeverisë. Aq më tepër i një mazhorancë që ka 83, 84, 86 mandat, s'ka nevojë fare për opozitën. Dhe pyetja e madhe është ç'ne ky ndryshim i sjelljes qoftë nga ana e mazhorancës, nga Edi Rama, qoftë nga ana e Sali Berishës. Edi Rama në zgjedhje tha do ta çoj unë në Europë. Madje ka thënë shpesh, kam aq vota, me këto fjalë ka thënë, kam aq vota sa s'kam nevojë për këta të opozitës. Ndryshoj ligje, madje do të ndryshoj edhe kushtetutën e me radhë. E në këtë pikë ka një pikë pyetje të madhe, pse është ky ndryshim i sjelljes së Ramës? Po kështu edhe ky ndryshim i sjelljes së Berishës. Për mua është i qartë, as ka lidhje fare me vullnetin dhe me përpjekjet për të çuar në Europë. Mjafton të shohësh sjelljet respektive të njërit dhe tjetrit. Cili është raporti që kanë me demokracinë partijake të njërit dhe tjetrit. Europa, ose të shprehësh vullnetin për shkuar në Europë, nuk shkon duke përjashtuar njerëzit brenda partisë, siç bën njëri dhe siç bën tjetri. Europiane është të kesh një raport respektues ndaj pushtetit të drejtësisë. Shiç bën njëri, shihet çfarë bën tjetri. Njëri që sulmon për ditë spakun, skapin, që godet me emër dhe mbiemër, prokuror dhe gjyqtar, tjetri i cili nuk heq imunitetin e një deputete apo ministri. Europiane është të bësh reformë zgjedhore që e hap spektrin politik, krijon kushte barazie, dhe jo që e mbyll, jo që e rrudh, jo që e përqendron në dy emra, në dy personazhe. Reformë zgjedhore e cila nuk bazohet tek një financim, siç ran dakord
për ligjin për financimin e fushatave, që ruan duopolin PS-PD. Europiane është të bësh një reformë territoriale, administrative, që e çon pushtetin afër njerëzve dhe jo siç duan të bëjnë. E pra, asgjë europiane nuk kanë në sjelljen reale të këtyre dy personazheve. Kur themi dy personazheve, edhe të atyre që vinë nga mbrapa, të cilët janë thjesht dhe vetëm një kopes klevërish politik të verbër, pa mendim politik, pa kurajo civile. E pra, ky është realiteti që ne shohim për ditë, ndaj kemi të gjithë kapacitetin dhe të drejtën të themi që ajo e djeshmja ishte një akt hipokrizie. Ishte një provë gjenerale e bashkimit të votave në aureolën e madhe të integrimit europian, që më çon të mendoj që mbas këtij akti të dieshëm do të pasohen edhe nga akte të tjera edhe më të rëndësishme, as pak europiane, me ndryshime kushtetute, me reformën zgjedhore, ta bëjnë sipas opinionit tyre, sipas interesit tyre, me reformën territoriale administrative e me një sër çështjesh të tjera. Ndaj, është e udhës ta shohim në mënyrë objektive atë se çfarë ndodhi dje. Këta të opozitës kanë përshtypjen që tashmë janë shndruar thjesht dhe vetëm në një zgjatim të pushtetit të Edi Ramës, kënaqen me disa gjëra fare të thjeshta, aq sa media ka nxjerr, kam arritur të kuptoj që e konsiderojnë arritje e tyre ndarjen e Komisionit për Europën në dy pjesë, ndoshta që edhe Komisionin edhe të integrimit, siç ishte dikur, ndoshta me kërkesën që drejtimin e Komisionit të integrimit ta marrë një përfaqësues i tyre, pra mendo. Luajnë thjesht dhe vetëm për disa vende pune në parlament. Kam dëgjuar edhe këtë historinë që Komisioni i Etikës të jetë në kushte të barabarta. Pra, shikoni, interesohen për disa çështje ngushtësisht personale dhe largohen nga disa çështje të interesit publik. Unë do ta konsideroja që të ishte një fitore për shembull. E kanë ngritur për herë këta përfaqësues që i quajnë veten opozit, çështjen e pengesave ndaj drejtësisë. Po përderisa ishte një pakt i madh për integrimin evropian, pse nuk kanë dakord të bënin ca ndryshime në rregulloren apo në një akt tjetër ligjor, të heqin imunitetin. Për sa kohë që ne bjem dakord, të paktën që ka një problematik me procesin e integrimit për mos heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, logjike do të ishte që këta të opozitës, nëse do të ishin vërtet opozitar, do të ngulin këmbë dhe të thonin po, ka ardhur koha tashmë që çështjet e imunitetit, që do të thotë pengesa ndaj drejtësisë, të bien. E para, e dyta, nuk dëgjova që të kishin kërkuar për shembull çështjen e prezantimit, paraqitjes fizikisht të kryeministrit dhe të ministrave sa herë thirrën. Ka qenë një problem apo jo? Është një problem. Me që rand dakord që të bëjnë ca ndryshime në rregullore, nuk pash, të paktën deri tani, që të ngulnin këmbë që po kontrolli pakicës ndaj qeverisë do duhet të jetë më i plot, më i qartë dhe me garanci. Dhe njëra nga çështjet do duhet ishte paraqitja fizike sa herë që ka interpelanca kryeministrit dhe ministrave. Së treti, komisionet hetimore. Komisionet hetimore janë instrumenta të cilat e bëjnë demokracinë parlamentare e bëjnë më funksionale dhe japin të drejtë, dhe në fakt kjo është një çështje europiane, pra e integrimit europian. Zero. Asnjëra, as tjetra palë. Që do të thotë, më lë të kuptoj që është thjesht dhe vetëm një pakt.
ka disa shenja që ndodhen dje, se përse është pakt, është marrëveshje okulte, asgjë s'ka të bëjë me europianizimin. E para, Rama nuk është, nuk votoi, siç u tha, dhe shihni, as Berisha nuk votoi. Si ujq të vjetër të politikës, u e ditur që mund t'ju përdore nesër, as njeri, as tjetri duke treguar mos seriozitetin. Dhe e fundit, unë se kam pëlqyer asnjëherë Elisa Spiropali, me thënë drejtën për ato se çfarë ka bërë deri tani. Po fakti që tashmë ndodhet një situatë që e ka pothuajse abandonuar grupi i vet i Partisë Socialiste, zakonisht njeriu ndodhet në një situatë ku i thot gjërat ashtu pa teklif. Ajo ka parë dhe ka dëgjuar shumë. Dhe dje ka thënë një fjalë me vend. Sali Berisha është edhe denoncuesi, edhe garantuesi i sistemit të Ramës. Unë besoj që kjo është i përmbledh të gjitha lidhur me atë se çfarë ndodhi dje dhe çfarë do të mund të zbulohet ditët në vijim. Kemi prova. Kemi prova, Lule, që nga momenti kur kjo parti dhe ky personazh erdhi në krye të saj, e mori, e bleu, në bashkëpunim me Ramën, me sistemin gjyqësor, quheni si doni, ka ndodhur 2-3 gjëra të rëndësishme lidhur me konfigurimin politik dhe synimet e asaj që dikur quhej Partia Demokratike, se tashmë Partia e Berishës. Elementi i parë, nga ai moment u bë qartë për çdo hiq militantët e verbër, po për çdo me 2 paramend në kokë, që Sali Berisha me atë parti të vet ka hequr dorë përfundimisht nga përpjekja për të ardhur në qeverisje në një të ardhme qoftë edhe të largët. Pra ka bërë një zhvendosje të aksit identitar të asaj partie. Nga një parti pushteti, parti pra që alternative pushtetit, u kthyer në një parti e cila ishte përplotësuese e sistemit ku mbretëron Rama. Thënë kjo nuk është e plot, sepse ka kompensuar funksionin e partisë së tij, që i quhen ende Partia Demokratike, si një instrument për të plotësuar interesa financiare të enturazhit të tij, familjar dhe më gjerë se sa familjar. Jo vetëm media, po kushdo tjetër e thot tashmë që shumë nga njerëz të lidhur me kupullën e asaj partie, më saktë me familjen e tij, janë njerëz të cilët e kanë të hapur mundësinë për të marrë leje, për të marrë licenca, për të bërë biznes me pushtetin dhe me qeverinë e Ramës. Dhe dim fare qartë se sa skrupuloz është Rama në njohjen apo edhe në, si thua, në kurimin e këtyre interesave të biznesit në funksion të pushtetit të tij. Unë nuk e di në terma konkret se çfarë fshihet mbas kësaj marrëveshje, por nuk më duhet, nuk më intereson. Më intereson vetëm dukja, dhe dukja është fare e qartë. Mbas 8 protestash sistemike, ku Rama ishte armiku, ku Rama është grupi strukturuar kriminal antidemokraci, ku mbas çdo proteste përbetohej Sali Berisha se do ta rrëzojmë e me radhë, i jep dorën, bashkon votat. Sigurisht ndjej vetëm një gjë për të thënë që detyrimi vetëm njerëzor që Sali Berisha mund të ketë është shpjegimi që mund t'i jap, po themi atyre ndjekësve të vet që i mbledh një herë në 2 javë apo një herë në muaj te bulevardi, të cilët ndoshta nuk e kanë menduar që një ditë bukur mbas gazit të cjellës, ujit me presion e me radhë, të shihnin idhullin e tyre
që të përqafohej me armikun, me Hasmin, me atë e kuptoj që as këtë lloj detyrimi nuk e ndjen Sali Berisha, se me shumë gjasa do t'i fusi edhe në një lloj proteste kombëtare madhështore para datës 23 në zgjedhje, dhe këta do t'a votojnë, e në këtë mënyrë mbyllet cikli dhe ripërsëritet historia. Kështu që po është e qartë. Kur ka lënë çfarë do lloj aspirate për të ardhur në qeverisje, e ka zhvendosur funksionin e atij grupimi që e quan parti në funksion të një biznesi, në terma konkret, biznesi me qeverim. Unë besoj është një interes i fort i tij edhe grupit përreth tij që të mbajnë këtë status quo. Tu qëndron pastaj detyrimi tek pjesa tjetër e shoqërisë, përfshirë dhe ata që i quajnë veten demokrat, ta kuptojnë sa më shpejt këtë situatë dhe të reagojnë.